kur dëgjoni një ligj, duhet të konsultoheni me dikë dhe të thoni unë sa mirë dhe të përpiqeni të mbyllni këtë boshllëkun. Këmba e parë e urës, këmba e dytë e urës. Me dokumenta, me smundje, miku ajo, miku kjo, më smur djali, falimentova, s'kisha mundësi, çfarë të duash, por do ta mbushni këtë hapësirë. Unë jam e bindur se të gjithë të brezit parë që janë munduar aq shumë, edhe me rastet veçanta, që ndoshta do jetë diçka që nuk mundi të vinte të i renovonte, është dhe ky dimension. S'kisha lek të shkoj ta rinovoj dokumenti. S'kisha punë. Ajo që ende nuk është shikuar dhe që unë e kam në vëmendjen time është tematika e madhe pension, aty djeg gjithë tani, pension, ka çfarë do bëhet, çfarë do parashikohet 1-2, dhe e dyta nuk është parashikuar akoma për këto gratë që po punojnë në të zezë, si do shkoj situata. Dim të shtëpiake, pra... Kemi shumë gra që punojnë në të zezë, dikur ishte bërë një iniciativë këtu me shoqata tek to, kishim thënë të shkruanim një letër e diçka. Kjo situata ngelet akoma. Pra ajo punon me vite, është e kënaqur, me lek nuk do t'i bile, por duket burri që punon. Megjithatë, digitalizimi i qeverisë, ta kemi të qartë, nuk të lëmë më ashtu. Punon burri dhe jemi në rregull. Burri mund të punojë, por nuk mund të marrë 1200 euro dhe të duket atje sepse edhe qiratë e shtëpive janë elektronike. Qiraja është 400 euro, kësti për shtëpinë është qiraja është 400 euro, makina kaq, supermarketi dhe ai do të duket se paguar. Në momentin që tani kemi vetëm një kartë në dorë, të tëra do duken. Dhe kur ajo do të ardhurat shpenzimet e një shtëpie do duken 1600 euro, do të vijë një letër do thotë ajde këtu. O ti, o kjo punon në zezë. Kështu që do vi zgjidhja e të gjitha situatave. Deri tani kishte pellgje të mëdha ligji. Këtu, atje. Punon burri, por ne prishim 2000 euro në muaj, se kemi dhe fëmijë, student. Mirë po, punon burri me 1200, me 1400, por ti shpenzon 2000, nuk ditë llogaria. Kështu që të tërë do futemi në një kuadër, jemi futur në ca kuadrat, po të hapësh tani këtë numrin personal të shtetasve grek, ke atje. Dëgjova dhe një të intereson kjo se e gazetar. Dëgjova një politikan të opozitës që tha, na kanë marrë tërë të dhënat, qeveria e sotme i ka shitur të dhënat edhe grupin e gjakut. Po të t'japën numrin tim personal, do shikosh terapinë që kam në këtë moment, çfarë medikamenti, për çfarë sëmundje marr, çfarë shkolle kam bërë, gjendja ime familjare, çfarë llogarish bankare kam. Komplet kokë kanë. Plus që kanë fotografin 3 dimension edhe shenjat e mia. Unë jam komplet, prandaj nuk e di se besoj se do më dëgjoj ai politikan mua, por që të mos krijojmë probleme aty ku s'ka dhe mos i terrorizoj njerëzit kot që ç'puna bën Shqipëria. E bëri Evropa në 2 minuta. Ti do të jetosh në Evropë. Po. Në Evropë tani këtë po jep. Kufit e Evropës janë ato që po jep shenjat e gishtave. Edhe prandaj po them që nuk po bëhet diçka e jashtëzakonshme aty. Shoqëritë po ecin paralel. Mirë keq po ecin paralel gjithë botën. Puna është që ne të mbarojmë me brezin e parë, mirë dhe bukur, sepse u lodhën, pritën shumë dhe duhet të mbyllet korniza e brezit parë, duhet mbaroj. Brezi i dytë nuk ka asnjë gjë. Mira, po probleme të tjera përveç këtyre që e shqetësojnë komunitetin atje, që ndoshta nuk janë marrë parasysh te konsultimi që në mos gaboj bëri ministri me shoqatat disa ditë para se të meratoshin ndryshimet ligjore. Po, shiko, ka dhe shqetësime të tjera të cilat nuk kanë arritur fare tek shteti. Për shembull, takimin që bëm ne këtej të Selanikut me deputetin e Pashokut, Partisë Pashok, zotën Papa, unë prezantova çështjen e martesave. Vajzave shqiptare me shtetas të huaj, por sepse është më e shpesh se sa e meshkujve. Çfarë ndodh në këto raste? Gjyqin e fundit e kanë pas para 5 ditësh, në të cilin marrja e fëmijës në bazë të këtij ligji është ende që fëmia të ri në shtetin grek, me që quhet një nivel më i lartë ekonomik se sa joni. Ajo nën veç në gjyq kur foli, tha unë jam një nivel më të lartë ekonomik se sa bashkëshorti që ju keni lënë fëmijën. Kam shtëpinë time, kam punë në shtet, kam këto të ardhur, kam makinë. Pra, kjo çështje nuk është kapur. Çështja e grave që punojnë në të zezë akoma nuk është diskutuar. Do të thënë ka problematika të tjera. Do të asistenca sociale, dëgjova diku një koment probleme për punojësit sezonal.
Përse janë problem? Për punonjësit sezonal? Po, ata që punojnë, shiko, ata që punojnë në sezon, sepse njoh 10 persona të tillë, shkojnë nëpër ishuj punojnë, në përgjithësi në ishuj. Sezoni në përgjithësi është ishull. Ata vinin dhe